Tensionet në linjën e mesme mbeten të larta ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Irani vijojnë shkëmbimin e sulmeve dhe deklaratave kërcënuese. Presidenti Donald Trump paralajmëroi se çogoditja ndaj interesave amerikane do të marrë një përgjigje shumë më të ashpër. Përplasja me Shtetet e Bashkuara dhe Iranit vijon të përshkazohet ndërsa gjatë natës ushtria amerikane kreu një valë të sulme ajrore ndaj objektivave ushtarake iraniane. Presidenti Donald Trump publikoi pamje nga operacioni, duke bërë të ditur se një nga objektivat ishte një bazë ushtarake në qytetin Iran Shar, e cila sipas Washingtonit përdorej pjesërisht nga Garda Revolucionare Islamike. Sulmet janë një pjesë e operacioneve të reja ushtarake amerikane të ndërmarra pas rritjes së tensioneve në Gjirin Persik dhe incidenteve të fundit në ngushticën e Ormuzit. Trump paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara do të reagojnë me forcë shumë më të madhe dhe çdo sulm i arshëm nga Irani. Ne do t'i godasim 20 herë më fort, deklaroi presidenti amerikan, duke shtuar se SBA ka e përsi ushtarake dhe se opsionet e Teheranit janë gjithnjë dhe më të kufizuara. Ndërkohë, mediat shtetërore iraniane raportuan shpërthime në disa zona përgjatë Bregdetit jugor të vendit. Në kundërpërgjigje, Irani ndërmori sulme ndaj objektivave në Kuvajt dhe Katar, duke zgjeruar përplasjen dhe në territorin e alatëve rajonal të Shteteve të Bashkuara. Deri më tani nuk raportohen dëme të konsiderueshme, ndërsa autoritetet kuvajtiane njoftuan se sistemet e mbrojtjes ajrore u angazhuan për të interceptuar raketat dhe drone. Pavarësisht retorikës së ashpër, Trump deklaroi se Teherani ka shprehur interes për një marrëveshje armpushimi. Sipas tij, autoritetet iraniane kanë kontaktuar Washingtonin për të diskutuar mundësinë e një marrëveshjeje, megjithëse presidenti amerikan vuri në dyshim nga dishmërinë e Iranit për të respektuar angazhimet e mundshme. Zhvillimet e fundit mbajnë rajonin në një gjendje tensioni të lartë, ndërsa komuniteti ndërkombëtar vijon thirrjet për uljen e përshkallëzimit dhe rikthimit të palëve në dialog.